Këshillit Lart Miqësor, dhe gjithë ambasadat Bashkimit Evropian kanë bërë kërkesë, kanë bërë ambasadat amerikane dhe Libie, sepse është e papranueshme sot në vitin 2026 Shqipëria kërkon nga zerojë në Bashkimin Evropian të mbajë dhe konfirmohet që ka të vjen një rregullim për konstitucionore, ka ka referuar dhe prokurori me numër 2318 referori, numër 1633 korrekcioni 3/9/2025, ku personalisht e Pandeura ka shprehur vullnetin për të mbrojtur interesat në avokatët Lutra Kona dhe Esmeralda Rama, apo në Kronit. Atër gjykata në referim të dhejnë 351.1.3 të kodit procedurës penale e zgjidon të seancën mësore në mungesë të saj, duke konsideruar të pranishëm për sa kohë në seancën mësore mbrojnë interesat nga avokatëve të zgjedhur në rrata elektrone. Për gjykimin e kësaj çështje, referuar në kontet elektronike, zgjidhuar në datë 2/4/2026 në orën 9:05 minuta, me numër shok unik 000340, numër sistemi elektronik 206, shtruk verifikuar si do organizarët e Leva Dela atë ky shok të dokumentit në 2/4/2026 për dokumentimin e rëndësishëm të proprietarët e shtatës. Pretendim paret në gjykatë në sekondë. Atër në program të parë, do presim të presimin dhe do bjërë të ratë mësore. Në lidhje me kërkesat poshta, ka patur kërkesë nga subjekte të ndryshme. Në të gjitha seancat gjyqësore që zgjedhohen gjatë këtij gjykimi, po them në nga subjekte të ndryshme që janë prezente në seancën gjyqësore, në të gjitha seancat gjyqësore që zgjedhohen gjatë këtij gjykimi, po them në gjatë këtij gjykimi. Gjykimi zgjedhohet publik me dyre të hapura, çka nuk kemi nevojë për kërkesë, por vetëm me punë të gjykimit për seancën gjyqësore. Pra shtetat për shefin komentarë që kanë edhe gjyre, në çdo seancë gjyqësore duhet me punësuar në paraqitur një pak nevojë për kërkesë. Djali, vazhdojmë jashtë, pak më shpejt. Pamje drejt për drejta nga seanca në themel ndaj ish presidentit Ilir Meta, i cili ka kërkuar që seanca e tij të transmetohet drejt për drejt. News 24 ishte me pamje drejt për drejta dhe të parët që transmetuan drejt për drejt seancën në themel ndaj ish presidentit Ilir Meta, i cili qëndron në qeli prej më shumë se një viti. Ne do të presim dhe do të shohim nëse do të ketë sërish
një transmetim të seancës të plot me vështirësi si që pam, nuk është se mund të kuptohej mirë se çfarë thoshte gjyqtarja e çështjes apo pala mbrojtëse, ndërkohë që e pranishme në seancë ishte dhe ish bashkëshortja e zotit Meta, Monika Kryemadhi, ndërkohë që e dyshuar është dhe mamaja e nënhetim është dhe mamaja e zonjës Kryemadhi, Fatime Kryemadhi. Ndërkohë, i kanë nxjerrë jashtë kamerat në këto momente, nuk janë lejuar më. Ne do të kemi sërish komunikimin që lam në mes me kolegun Ergyes Gjençaj, ndërkohë që nuk do të ketë më transmetim të drejt për drejt nga seanca në themel e ish presidentit Ilir Meta, do të vjoj pa praninë e kamerave seanca.